Mirë, Eksula, 77 pro, 36 kundër, 22 absent. As socialistët si kanë të gjitha votat, as demokratët që e kthyen në kalin e tyre të betejës, nuk ishin pjesa ati votimi për të treguar dhe me forcën e kartonit atë çfarë treguan me deklarata gjatë ditës së djeshme. Nuk ishin në sallë, nuk morën pjesë në votim. Çfarë ndodhi se është kthyer dhe ky votimi në parlament i çuditshëm këtë kohë? E vërtet Esmeralda, në fakt, unë përmenda në fjalën time që rendi ditën e djeshme për shkak të raportimeve të institucioneve do t'ishte gjatë dhe për shkak të kohës të diskutimit dhe debateve mes palëve. 150 minuta kishte opozita dhe mazhoranca të debatonte sa i takon raportit të secilit prej institucioneve që raportonin ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe marr parasysh faktin të kohës së gjatë, do duhej që rendi i ditës të miratohej në orët e para të mëngjesit të sotëm. Por duke marrë parasysh edhe faktin tjetër se parlamentin e shohim plot vetëm gjatë orëve të para të fillimit të seancës plenare, ditëve të enjte dhe gjatë orarit të drekës apo pasditesh, një pjesë e madhe e deputetëve largohen nga salla e seancave plenare, edhe ditën e djeshme kam përshtypjen një situatë e tillë ndodhi, marrë parasysh faktin se ndoshta opozitarët nuk ishin përgatitur që të kishte një ndërprerje të seancës plenare nga ana e grupit parlamentar socialist për diskutimet dhe një pjesë e tyre nuk ndodheshin në seancë plenare, por ajo që bën përshtypje dhe me të drejtë ngresi pyetje është fakti se kali betejës, nëse mund të shprehemi kështu, i Partisë Demokratike dje, nga paraditja dhe deri në orët e mbrëmjes, ishte pikërisht të projektligji për barazinë gjinore dhe në momentin që vjen fjala se duhet votuar dhe duhet shprehur pasi pikërisht kjo gjë mbetet, votimi dhe se sa vota do të marrë pro dhe kundër, opozitarët votojnë me vetëm 36 vota kundër, ndërkohë 22 deputet ligjvënës të Kuvendit të Shqipërisë që ishin prezent nuk kanë zgjedhur të votojnë, nuk kanë dashur të votojnë të jenë as pro dhe as kundër. Do të mbetet për të parë në vijim qëndrimi i këtyre deputetëve se përse ishin në seancë dhe nuk zgjodhen që të shpreheshin pro apo kundër këtij projektligji ose ndoshta kanë dashur të mos përfshihen duke marrë parasysh faktin edhe gjithë rrjedhën e situatës ditën e djeshme edhe përfshirjen e ambasadorit të Bashkimit Evropian në gjithë këtë situatë që u krijua me zotit Berisha, deklaratës së tij, më pas reagimit nga ana e Brukselit përmes Marta Kos dhe ndoshta një pjesë e tyre nuk kanë dashur të shprehen dhe të kenë një qëndrim të qartë sa i takon kësaj çështje, por në fund të ditës janë pikërisht votat që mbeten dhe Partia Demokratike pavarësisht se ditën e djeshme e ngriti si shqetësim dhe thuajse pjesa më e madhe e deputetëve në deklaratat e tyre nga foltorja e kuvendit shpreheshin kundër dhe sipas tyre dëmtonte familjen, kur vjen puna tek votat nuk i kanë të gjitha votat për të kundërshtuar këtë projektligj që me fjalimin e tyre kundërshtuan në kuvend, por me vot vetëm 36 të tillë ishin. E kuptoj. Eksela, falenderoj për këto informacione.